Shqipëri. Kështu pati startuar ndërtimi I projektit më I madh ndonjëherë infrastrukturor në Kosovë. Fillimi I punimeve në autostradën Ibrahim Rugova, e cila llogaritej si vazhdimi I rrugës së kombit në Shqipëri, bëri bashkë lider nga dy vendet. Ndërtimi I saj u besua konzorciumit amerikano-turk Bektelenka, e cila e bëri edhe hisën e udhës në shtetin Nam, që përfundoi me 2009, e ku pati marrë pjesë edhe shefi I qeverisë në Ankara, Recep Tayyip Erdogan. Si në Shqipëri, edhe në Kosovë pati kritika për këtë projekt. Në kuvend u bën shumë debate rreth saj. Ky version I kontratës, të cilin e zbuluam të hënën, është tejet I pafavorshëm për Kosovën dhe buxhetin tonë të varfër. Autostrada do të vazhdoj punimet. Individet e paull politik të Kosovës do të dështojnë, por do ta kenë kënaqësinë për të udhëtuar në shumë komode si në gjitha autostradat. Por ndërtimi nuk u ndal. Në fakt, autostrada u krye në një afat rekord dhe u përurua në nëntor të vitit të kaluar, në prag të festës së pavarësisë së Shqipërisë. Edhe çmimi I saj ishte rekord, rreth 1 miliard, ndonse ajo nuk shkoi siç ishte thënë në fillim, nga Vërmica në Merdare, por u ndal në Besi 30 kilometra më afër. Në kohën kur po ndërtohej Ibrahim Rugova, qeveria nisi të zbatojë një vendim të nxjerrë qysh më 2008 për të bërë edhe autostradën për Shkup, e njohur ndryshe si Rruga 6. 2 vjet kohë u deshëm për ta përzgjedhur kompaninë e cila do ta ndërtojë atë. Dhe fati sërish trokiti në dyert e Bektelenkës, pavarësisht lajmit të disa javëve më parë se ish ambasadori amerikan në Kosovë në kohën e tenderit dhe ndërtimit të superrrugës Vermic Besi, Christopher Dell, u punësua në këtë firmë në shtetin afrikan të Mozambikut. Konzorciumit turko-amerikan ju zotuan rreth 600 milion për udhën e cila u pagëzua sipas Arben Xhaferit, politikanit shqiptar të Maqedonisë që jetoi në një kohë të gjatë edhe në Kosovë. Kontrata për rrugën 6 u nënshkrua vetëm 22 ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme nga një qeveri e cila është në dorëheqje, ndërsa që vendi nuk ka kuvend të konstituuar ende. Ky veprim nxiti reagime të opozitës, përfaqësues të së cilës thanë se një gjë e tillë nuk ka guxuar të ndodhë derisa të ketë një ekzekutiv me legjitimitet të plotë. Nga LDK-ja ka patur kërcënime se ky projekt do të ndërpritet nëse kjo parti vjen në pushtet. Se do të hesni dorë dhe për ndërtimit të autostradës në drejtim Shkupit? Për momentin po, do e shtym, sepse mendojmë që Kosova ka prioritete tjera në 4 vitet të ardhshme se sa ndërtimi I autostradës për Shkup. Kontrata me Sadi nuk është lidhur, tash janë shpallur zgjedhjet, tash nuk mund të lidhet asnjë kontratë. Qeveria e ardhshme duhet të vendosë a do lidh kontratën apo jo. Por as këto kritika nuk quan pesh, pasi që të njëjtën filloi edhe zyrtarisht ndërtimi I autostradës më të re, që nisi në uglar të fushë Kosovës e përfundon në Han të Elezit në kufirin e Kosovës me Maqedoninë. Ajo do të jetë me 6 korsi dhe 55 kilometra e gjatë, është parapar ndërtimi 8 urave, njëra prej të cilave 870 metra, më e madhja në Kosovë. Përfundimi I saj është thënë se do të bëhet për 42 muaj, nëse gjithçka shkon sipas planit. Por, edhe kjo autostradë rrezikon të mos ketë efektin nëse nuk do të ketë bashkëpunim me qeverinë e Maqedonisë. Nga Hani e Lezit deri te Unaza e Shkupit janë rreth 15 kilometra rrugë me vetëm 2 korsi. Ende nuk dihet nëse Shkupi ka në plan ndërtimin e kësaj pjese për t'u lidhur me Kosovën. Ndërtimi I këtyre 2 autostradave dhe shpronësimi I tokave kalojnë ato I kushtoi shtetit 1.6 miliard euro. Kjo shumë është pak më tepër se buxheti I këtij viti I Republikës së Kosovës.